Prokuroria Speciale të Premten ka parashtruar kërkesën për parapurgim. Të dhënat të reja nga dosja Prokurorisë Speciale zbardhin dyshimet ndaj Fehem Saleh, i arrestuar të njëjtën në pikën kufitare në Merdar në ndyshimin për spionazh dhe bashkëpunim me Agjencinë Serbe të Inteligjencës BIA. Sipas kërkesës për caktimin e paraburgimit, të cilën Prokuroria Speciale ka dorëzuar të Premten, Saleh dyshohet se, si person i rekrutuar nga BIA, ka vepruar sipas udhëzimeve të zyrtarit të kësaj agjencie, Zhelimir Matović, i njohur me novkën Zheljko. Në dosjen e parë thuhet se Saleh dyshohet se i ka ofruar informacione për situatën politike në Kosovë, ndërsa ka bërë edhe identifikimin e zyrtarëve të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë përmes fotografimit të tyre. Prokuroria dyshon gjithashtu se ai ka mbledhur informacione për persona që i përkasin sektit Vehabi dhe persona të tjerë, të cilët më pas dyshohet se i ka propozuar te zyrtari i BIA-s si objektiva të mundshëm për kontaktim dhe rekrutim. Për rastin e dyshimit për spionazh nga këndvështrimi juridik, avokati Emrosh Kastrati thot se së fundmi janë rastet e shpeshta të personave të dyshuar për spionazh. Ai thot se duhet të fokusohen në elementet e veprës penale, prova që duhet të siguroj prokuroria dhe mënyra se si zhvillohet procedura ndaj të dyshuarit. Në kohë të fundit shihet se në Republikën e Kosovës ka persona apo ka pas persona që në vazhdimsi kanë bashkëpunu me BIA-n serbe duke dhënë informacione të caktuara e që shkojnë në dëm të interesit dhe integritetit të Republikës së Kosovës. Rasti i arsimtajit të Dragashit rezulton se i njëjti duke qenë pjesë e institucioneve shtetërore në komunitetin konsultativ pranë presidencës, mas dhe në komunikimin me qeverinë e tjera. Për avokatin Arbër Jashari, vepra spionazhit është dëmtimi i madh i shtetit. Sipas tij, persona që e kryen këtë vepër do të duhet të marrin dënimin e merituar. Kemi pa kohëve të fundit që prokuroria i ka intensifikuar hetimet dhe arrestimet e personave për këtë lloj të vepra penale. Është diçka e re e cila është shfaqur kryesisht në 2 ose 3 vitet e fundit. Nuk ka pas më herët shumë të arrestuar për spionazh. Saleh u arrestua të njëjtën në Merdar, teksa po kalonte në drejtim të Serbisë. Pas arrestimit, policia dhe Prokuroria Speciale kanë kryer bastisje në vendbanimin e tij në Dragash. Gjatë bastisjes janë sekuestruar 39.500 euro, para të gatshme, 500 dinar, 4 telefona celular dhe dokumente të ndryshme që, sipas institucioneve, janë relevante për rastin. Prokuroria Speciale ka kërkuar nga gjykata themelore në Prishtinë caktimin e paraburgimit ndaj Saleh. Ai dyshohet për veprën penale spionazhi. Ndërkohë, në Opinion është publikuar dhe një fotografi e Saleh me ministrin e brendshëm të Serbisë Ivica Dačić, për të cilën është pretenduar se është realizuar